Përshëndetje, ju flas nga zyra e shtypit e partisë Lëvizja Shqipëria e Re. Fuqizimi i familjes shqiptare është një ndër pikat e platformës politike, e cila prej disa ditësh është bërë pjesë e deklaratave të shtypit. Sot do t'japim propozimin final lidhur me realizimin e saj, i cili konsiston në garantimin e jetës dhe pronës së çdo shtetasi nga shteti shqiptar, për çdo pronë të vjedhur apo të grabitur, për çdo rast kur ka cënim të personit apo të familjes, shteti shqiptar duhet të dëmtojë të dëmtuarin me të paktën 10 fish të vlerës së përcaktuar të dëmit real. Kjo vlerë paguhet ose nga dëmtuesi dhe familja e dëmtuesit kur gjendet nga policia, ose nga gjithë administrata e forcave të sigurisë së atij qarku ku është bërë dëmi, nëse akoma nuk e kanë gjetur dëmtuesin dhe akoma nuk e kanë vënë para drejtësinë. Faleminderit.